Një njoftim zyrtar i ndërmarrjes publike komunale Komunalec Kërçov i shpërndarë së fundmi për subjektet juridike është hartuar dhe publikuar vetëm në gjuhën maqedonase, pas një verzion në gjuhën shqipe. Bëhet fjalë për një njoftim që u kërkon personave juridik të dorëzojnë dokumentacion nga regjistri qendror për përditësimin e të dhënave, ndërsa e gjithë përmbajtja e dokumentit është vetëm në gjuhën maqedonase, edhe pse komuna e Kërçovës është një komunë ku gjuha shqipe ka status zyrtar. Sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve, si dhe dispozitave kushtetuese që rregullojnë përdorimin e gjuhëve zyrtare, institucionet publike dhe ndërmarrjet e themeluara nga njësitë e qeverisjes lokale janë të obliguara që komunikimin zyrtar, aktet, njoftimet dhe dokumentet që u drejtohen qytetarëve t'i publikojnë edhe në gjuhën shqipe në komunat ku ajo është gjuhë zyrtare. Qëllimi i këtyre dispozitave është garantimi i qasjes së barabartë në informacion dhe në shërbimet publike për të gjithë qytetarët, pa dallim të përkatësisë etnike apo gjuhësore. Mungesa e një versioni në gjuhën shqipe në këtë njoftim ngre pikpyetje serioze për respektimin e detyrimeve ligjore që burojnë nga ligji për përdorimin e gjuhëve dhe për garantimin e informimit të barabartë të qytetarëve dhe bizneseve shqiptare. Vlen të theksohet se përdorimi i gjuhës shqipe në një institucion publik nuk është çështje vullneti apo zgjedhje drejtuesve të institucionit, por një obligim ligjor që rrjedh nga dispozita në fuqi në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për këtë arsye, ndërmarrja publike komunale Komunalec është e obliguar të respektojë këto dispozita dhe dokumentet zyrtare t'i publikojë edhe në gjuhën shqipe. Në fund mbetet të shihet nëse institucionet përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve do të reagojnë ndaj këtij rasti, apo mos respektimi i përdorimit të gjuhës shqipe në dokumentat zyrtare do të kalojë pas një përgjegjësie siç kemi mësuar t'i shohim deri më tani.